Lidhjet zyrtare dhe informale të kryeministrit Edi Rama me qarqe ekonomike, financiare dhe diplomatike të Vladimir Putinit edhe jashtë Rusisë kanë vënë në lëvizje Departamentin Amerikan të Shtetit për t'i mbledhur frerët aventurierit të Shqipërisë. Pas mungesës së urimit për mandatin e 4, pas bllokimit të ftesave prej afro 5 vitesh nga shtëpia e bardhë, pas shpërfilljes që i bëri zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance në konferencën e Munihut në shkurt 2025, pas ndalimit për t'u ofruar presidentit Donald Trump në samitin e NATO-s më 25 qershor 2025. Edhe pas ndalimit për të marrë pjesë në takimin e OKB-s, Edi Rama ka marrë një tjetër goditje nga SBA-t. Një javë më parë, Dashi dha ultimatum qeverisë shqiptare që ta anullojë marrëveshjen me qeverinë e Bielorusisë për heqjen e vizave mes dy vendeve. Marrëveshja e nënshkruar më 27 dhjetor 2019 nga Edi Rama dhe Aleksandr Lukashenko, mik dhe bashkëpunëtor i Vladimir Putinit për agresionin ndaj Ukrainës. Me shkresë numër 13471, datë 24 shtator 2025, a vetëm 5 ditë pas dekretimit të qeverisë Rama 4, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi se ka pezulluar marrëveshjen e heqjes së vizave me Bielorusinë e Lukashenkos, duke filluar nga 30 shtatori 2025. Kjo marrëveshje që prej 6 vitesh i kishte hapur kufirin shqiptar mafjes bieloruse, ruse dhe grupeve të pastrimit parave të pajisura me shtetësi bieloruse, ishte cilësuar e papranueshme nga SBA-t që në janar 2025, kur Dashi kërkoi Ramës të ndërpriste bashkëpunimin me një shtet vasal të Rusisë. Por Rama më 15 maj 2025 bëri vetëm një pezullim të pjesëshëm të vizave, duke i ndaluar për shtetasit bielorus pa fuqi financiare, ndërsa për pasanikët i la në fuqi, duke lejuar kështu që mafia dhe grupet terroriste të lidhura me Lukashenkun e Putinin të hynin lirisht në Shqipëri. Informacionet e FBI-s se në Shqipëri janë vendosur grupe mafioze me dokumente bieloruse, të cilat pastrojnë para dhe organizojnë veprimtari diversioniste pro-ruse në Ballkan, detyruan shtëpinë e bardhë që javën e kaluar t'i jap ultimatum Ramës për anullimin e marrëveshjes së vizave reciproke me Bielorusinë. Edhe këtë herë Rama i kapur nga rrjetet ruse nuk i anulloi vizat siç kërkoi SBA, por vetëm i pezulloi. Amerikanët kanë mbajtur shënime dhe darkën private në Azerbajxhan, ku mori pjesë Rama me presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, si dhe me sheike drejtues klanesh mafioze të botës arabe, aziatike dhe afrikane të lidhur në interesa me Vladimir Putinin.